Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju recetat të thjeshta të shpejta me pak përbërës, të cilat i përgatis për familjen time. Kjo tavë është kaq e shijshme sa që nuk mund t'ju përshkruaj dot shijen, por qëndroni me mua ta përgatisim bashkë. Kungullin e dimrit e pastrojmë, e ndajmë në copa dhe e vendosim të zjej me ujë për disa minuta derisa të zbutet. Ndërkohë që kungulli zihen, në një tigan do shtojmë 3 lugë vaj ulliri, një qep të prerë në copëza të vogla, gjithashtu edhe 2 karota të pastruara dhe të grira në rende. Dhe do t'i skuqim bashkë duke i përzier her pas here. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi janë skuqur, do shtojmë 1 lugë miell gruri, do ta përziejmë shumë mirë dhe do vazhdojmë me 300 gram spinaq, të cilën e kemi pastruar, larë shumë mirë dhe të prerë në këtë formë që tregohet në video. Do vazhdojmë skuqjen derisa volumi i spinaqit të bjerë, duke e përzier vazhdimisht në mënyrë që asnjë nga përbërësit të mos digjet. Pasi spinaqit i bie volumi, do shtojmë 400 ml qumësht. Dua të theksoj se këto përmasa janë për tavë me diametër 30 cm. Pasi kemi shtuar qumshtin, do vazhdojmë me krip, piper të zi dhe spec të kuq. Unë kam shtuar edhe djath të shkrirë. Do ta përzijem në zjarr të ngadalt vazhdimisht sa të trashet masa. Kjo është një kohë që do ju marr vetëm pak sekonda. Është një procedurë që do ju marr vetëm pak sekonda. Pasi masa të trashet, do ketë këtë konsistencë që tregohet në video. Pra është gati. Edhe kungulli i dimrit ka zier tashmë dhe e vendosim në tavën e pjekjes në këtë mënyrë të gjitha pjesëzat që vendosëm për të zier. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi, mund të ma shkruani atë në koment. Gjithashtu dua të falenderoj edhe të gjithë ju për kohën që i kushtoni kanalit tim. Pasi kemi vendosur kungullin në tavë, do shtojmë masën që përgatitëm duke hapur shumë mirë në të gjithë tavën. Në sipërfaqe unë kam vendosur dhe 100 gram djath pice dhe tavën do ta pjekim në 200 gradë për rreth 20 minuta. Kini parasysh që pjekja është gjithmonë në varësi të sobës që keni, por pas pjekjes duket me sy se kur është gati, pasi ka marrë këtë ngjyrën fantastike që po shihni tani në video. Është një tavë kaq e thjeshtë, e shëndetshme, plot shije dhe shumë e thjeshtë në përgatitje, e përshtatshme për të gjithë familjen tuaj. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni dhe jam e bindur që nuk do të zhgënjeheni. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Shihni pak se sa e butë është dhe gjithashtu kaq shumë e shijshme. Këtu është e nxehtë, pra e sapo dal nga fura. Pres përshtypjen tuaj në koment dhe bashkë do dëgjohemi në receta të tjera të thjeshta dhe të shpejta. Shumë faleminderit që më ndiqni.